Gjatë regjimit komunist në Shqipëri, një nga ndëshkimet më të rënda ishte ëndra për liri. Çdo përpjekje për të ikur nga vendi konsiderohej tradhti ndaj atdheut, dhe ndëshkimi ishte i menjëhershëm, burg i përjetshëm ose pushkatim. Megjithatë, në këtë atmosferë frike e survejimit të hekurt, disa shqiptarë guxuan të bëjnë të paimagjinueshmen, të arratisen me avion ushtarak, duke sfiduar një nga regjimet më të mbyllura dhe të rreptat e Europës lindore. Këta ishin pilotët e forcave ajrore shqiptare, të trajnuar për të mbrojtur vendin, por që përdorën dijen dhe trimërinë e tyre për t'i shpëtuar shtypjes. Në vitin 1953, një nga arratisjet më të bushme ndodhi në bazën ajrore të Gjadrit. Një pilot i quajtur Beqir Ndou, së bashku me disa kolegë, u futën me forcë në një avion ushtarak dhe drejtoi drejt Jugosllavisë. Në atë kohë, marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë ishin të tensionuara, dhe kjo arratisje krijoi një krizë politike. Ndou kërkoi azil politik dhe refuzoi të kthehej, pavarësisht kërcënimeve të shumta. Ai ishte një nga të parët që hapi rrugën e rezistencës ajrore ndaj regjimit. Kjo ngjarje tronditi drejtuesit komunistë dhe solli masa të reja sigurie në bazat ajrore me roje të armatosura, survejim të brendshëm dhe kufizime të mëdha për pilotët. Por frika nuk i ndali të gjithë. Në vitin 1957, një tjetër pilot i quajtur Agim Alliu u arratis me një avion të tipit MiG. Ishte një manovër e rrezikshme. Ai ngriti avionin nga baza e Kuçovës dhe në vend që të ndiqte trajektoren stërvitore, e drejtoi menjëherë drejt Greqisë. Ai fluturoi në një lartësi të ulët për të shmangur radarët dhe përpaksa nuk u rrëzua nga mungesa e karburantit. Sapo zbriti në Greqi, kërkoi strehim politik dhe u mor në mbrojtje nga ushtria helene. Ky rast shkaktoi tërmet në strukturat e Partisë së Punës. Një hetim i thellë u nis në radhat e ushtrisë dhe qindra ushtaraku spastruan nga radhat e saj. Familjarët e Aliut u arrestuan, ndërsa të afërmit e tij u përjashtuan nga arsimi, puna dhe u internuan në zona të thella. Por më dinamikja ndodhi në vitin 1973, kur një treshe pilotësh, Arjan Leka, Petrit Dumet dhe Sokol Koleka, tentuan një arratisje të bujshme nga bazat ajrore të Rinasit. Ata kishin planifikuar për muaj të tërë grabitje në një avion i ushtarak, duke marrë me vete familjarët e tyre në bord. Plani u zbulua nga sigurimi i shtetit vetëm pak minuta para nisjes. Avioni u ndalua në pistë, ndërsa pilotët u arrestuan dhe më pas u pushkatuan në fshehtësi. Ky incident nuk u publikua kurrë në media. Ai ekzistoi vetëm në dosjen e brendshme të sigurimit, që sot ruhet si dëshmi e një kohe ku jeta e njeriut kishte më pak vlerë se një ideologji. Rreth vitit 1982, Shqipëria tronditet sërish nga një tjetër arratisje suksesshme. Piloti i ri, Edison Ypi, në moshën 26 vjeçare ngriti një avion stërvitor dhe u nis drejt Italisë. Ai kaloi detin Adriatik në vetëm pak minuta dhe zbriti në aeroportin e Barit, ku kërkoi mbrojtje. Italia, një vend demokratik, e mirëpriti atë, por Shqipëria bëri presion të jashtëzakonshëm për ekstradimin e tij, duke e quajtur një kriminal kundër popullit. Por Italia e refuzoi. Edison Ypi më pas dha intervista në media perëndimore, duke zbuluar një pjesë të errët të realitetit shqiptar. Ai rrëfeu se si pilotët ishin detyruar të jetonin në kushte të ashpra, në mbikëqyrje të përhershme, dhe se çdo ditë ishin frikësuar nga arrestimi, vetëm për një mendim ndryshe. Kjo krijoi një val zemërimi në Tiranë, por gjithashtu frymëzoi të tjerë për të bërë të njëjtën gjë. Një nga arratisjet më të dokumentuara ndodhi në vitin 1985, kur dy pilot, Ndue Përndereca dhe Kolec Kolnikaj, arritën të marrën një avion tip L-29 dhe të fluturojnë drejt Greqisë. Fluturimi i tyre ishte i jashtëzakonshëm, kaluan mbi malet jugore, shmangën çdo kontroll dhe ulën në një aeroport ushtarak në Janin. Edhe pse nuk kishin të sigurt nëse Greqia do t'i pranonte, ata rrezikuan gjithçka.
Më pas dëshmuan për perëndimin, duke treguar për ndëshkimet, torturat dhe metodat e frikshme të sigurimit për të kontrolluar çdo aspekt të jetës së pilotëve. Gjatë viteve 70 dhe 80, përpjekjet për aratisje u rritën, por edhe masat parandaluese u bën më brutale. Pilotët nuk mund të fluturonin vetëm. Gjithmonë duhet të kishin një pasagjer komunist të besuar në kabinë. Kontrollet para nisjes u bën shumë më të rrepta. Shumë avion madje filluan të pajisen me kufizues karburanti që nuk lejonin dot fluturime të gjata, në mënyrë që asnjë aratisje të mos ishte e mundur. Por edhe këto nuk e ndalën dëshirën për liri. Ishin të paktën 12 raste të njohura ku pilotët shqiptar tentuan të arratiseshin gjatë regjimit komunist. Disa u kapën dhe u pushkatuan, të tjerë u zhdukën pa gjurmë, ndërsa pak prej tyre arritën të mbijetojnë dhe të ndërtojnë një jetë të re në perëndim. Këta njerëz nuk ishin vetëm pilot, ata ishin simbol i guximit dhe shpresës. Arratisja e tyre nuk ishte vetëm një ikje fizike, por një akt i lirisë shpirtërore, një përpjekje për të shpëtuar një bote që i mbante peng, për të kërkuar një jetë ku nuk ishte më një numër në dosjet e sigurimit. Historia e tyre është një kujtesë se edhe në kohët më të errta ekzistojnë individ që nuk dorëzohen, që nuk nënshtrohen, që rrezikojnë gjithçka për të jetuar të lirë. Dhe në Shqipërinë e kohës së diktaturës, pilotët që morën fluturimin drejt lirisë janë heronjë të një lufte të eshtur, që vazhdon të frymëzojë edhe sot.